Një rufe e fuqishme ka ndriçuar qiellin mbi Mekë në një moment spektakolar që është filmuar dhe shpërndar me shpejtësi në rrjetet sociale. Në momentin kur një stuhi e fortë përfshiu qytetin e shenjtë musliman, rufeja goditi kullën ikonike të sahatit, duke krijuar një pamje të jashtëzakonshme. Në videot e publikuara online, shihet qielli i errët që ndriçohet papritur nga rufeja, ndërsa kulla e sahatit dominon horizontin e Mekës. Por stuhia nuk preku vetëm zonën përreth kullës. Moti i keq përfshiu edhe xhamin e madhe, ku pelegrin dhe besimtar u pan duke kryer namazin e jacis në shi, sipas pamjeve të transmetuara nga Agjencia Saudite e Shtypit SPA. Ndërkohë Emirati i rajonit të Mekës publikoi edhe pamje të tjera të rufeve që ndriçonin qiellin mbi qytet. Sipas astronomit saudit Mulham Hindi, muajt gusht dhe shtator janë periudhë kur stuhit janë dukuri e zakonshme në Mekë dhe në rajonet perëndimore të Arabisë Saudite. Kulla e sahatit me një lartësi prej rreth 601 metrash është një nga strukturat më të dallueshme të Mekës dhe një simbol i horizontit të qytetit. Dhe pikrisht për këtë arsye, momenti kur rufeja goditi kullën, tërhoqi me njëherë vëmendjen e mira njerëzve në rrjetet sociale. Një pamje e rrallë dhe spektakolare nga Meka e kapur në vetëm pak sekonda.